Përpjekjet tona kanë qenë deri në atë kohë me arrit një zgjidhje dhe me operatorë të cilët na furnizojnë me naftë. Neve si qytetarë nuk na intereson tek fundit marrëveshja edhe konfliktet mes tyre. Mirë, po këtë rast kjo është e pa tolerueshme. Jemi në qendër të qytetit të Prishtinës, në hyrje të sheshit Zahir Pajaziti, ku siç mund të shihet mbrapa në pamje është kriju një grumbull i madh i mbeturinave, edhe gjendja e njëjtë është edhe në rrugët dhe lagjet e tjera të kryeqytetit. Kjo për shkak se kompania Pastrimi ka ndërprej ofrimin e shërbimeve në Prishtinë, për shkak se siç arsyetohen ata të borxheve dhe problemeve financiare që kanë me komunën e Prishtinës. Ndërkaq nga komuna nuk kanë pranuar të prononcohen për kallëzopikëm. Shumë kaos më duket, shumë kaos. Tani sa isha duke rangësaj dhe shoh gjithë këtë bërllog, kjo që po shoh është e papranueshme, definitivisht. Logoja nëse shumë thirrja që bëhet ta mbajmë Prishtinën e pastër nuk përkon me realitetin që po shihet këtu. Mirë, po këtë rast kjo është e pa tolerueshme dhe kërkoj ose është mirë që komuna sa më shpejt merr masa për sanimin e kësaj gjendje që me të vërtetë është e vrashtë dhe është për keqardhje. Kryeshefi i ndërmarrjes Pastrimi arsyetohet se mungesa e mjeteve financiare e ka bërë të pamundur kryerjen e shërbimeve në territorin e Prishtinës. Përpjekjet tona kanë qenë deri në atë kohë me arrit një zgjidhje dhe me operatorë të cilët na furnizojnë me naftë. Nuk kemi arritë edhe sot prej mëngjesit jemi tu tentuar me arrit një marrëveshje të tillë, është e pamundur për shkak të mospagesave dhe grumbullimit të borxhet. Kjo ka ardhur si rrjedhoje zhvillimi fundit që i ka bërë komuna një anshëm dhe mospagesat që i kemi kry shërbime deri tani. Komuna e Prishtinës ka dikon mbi 2.7 milion euro veç po shkon të rrit borxhi për shkak se për 5 muaj radhës nuk e kemi asnjë pagesë nga ana e komunës, në anën tjetër s'kemi edhe pagesa nga ana e qytetarëve për shkak thirrjes që vetë komuna e ka bërë për mos me pagu në pastrim. Këtë që kemi mujtë sot me bë, ka qenë një zgjidhje shumë e vogël sa i përket shërbimin në qerë dhe shkolla, institucione shkollore dhe në spital. Kallëzopikëm ka tentuar disa herë të marrë një prononcim nga komuna e Prishtinës lidhur me situatën me mbeturina në kryeqytet. Megjithatë, as drejtori i shërbimeve publike Bekim Brestovci nuk ka qenë i qasshëm për të dhënë një deklaratë. Nga komuna është thënë se do të dalin me një njoftim publik, por që deri më tani nuk ka pasur asnjë reagim zyrtar. Lëvizja vetëvendosje në Prishtinë konsideron se kjo situatë me mbeturinat në qytet është për shkak të luftës politike mes ekzekutivit të komunës dhe vetë kompanisë Pastrimi. Në njërën anë është tendenca ose qëllimi i komunës Prishtinës për me bankrotu ndërmarrjen Pastrimi dhe në anën tjetër është keq menaxhimi dhe papërgjegjësia e personave udhëhec.